Të nderuar miq, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti sërish të takohemi për të njohur me një koncept shumë të rëndësishëm në fenë islame dhe në muajin e madhërisëm të Ramazanit. Do të flasim për agjërimin mes dy botëve, mes jetës kësaj bote, mes begative, mes mirësive, mes familiaritetit dhe miqësive që na krijon ky muaj, duke na ndryshuar dhe atmosferën tonë shoqërore dhe sociale, po do të flasim dhe për agjërimin në raport me botën tjetër, në raport me shpirtin tonë dhe në raport me atë që quhet në fenë islame ahireti, bota mbas vdekjes. Agjërojmë vetëm për të patur një jetë të begatë, një jetë të mbar, një jetë të mirë, apo agjërojmë edhe për të arritur atë që synohet kënaqësia e Zotit, parajsa ku besimtarët do të shpërblehen për mundin dhe adhurimet e tyre. Për të folur rreth kësaj teme, për të njohur me shpjegime dhe interpretime të duhura rreth kësaj teme, do të kemi sot kënaqësinë të dëgjojmë shpjegimet e hoxhit nderuar profesor Ferit Piko. Profesor Misevin. Mirë se gjetëm, faleminderit shumë Bilir. Profesor, urime për këtë muaj të begatë për ju dhe për gjithë besimtarët muslimanë. Shumë faleminderit edhe unë gjej rastin të uroj të gjithë vëllezërit dhe motrat qofshin afër apo qofshin larg të mëdhenj dhe sidomos fëmijët edhe ata që agjërojnë për herë të parë, t'i uroj për muajin e madh të Ramazanit dhe të shpresoj që ky muaj të jetë pastrim për trupin ton, të jetë kthjellim për mendjen ton, të jetë zbutje për zemrat tona, të jetë mburojë dhe lartësim për të gjithë ne, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Profesor, ne kryesisht për 11 muaj kujdesemi të ushqejmë trupin, por harrojmë disi shpirtin. Ndërkohë në këtë muaj situata përmbystet. Fokusi e shpirti është e brendshmja jonë. Në fakt, shpirti është një dimension ku besimtarët e besojnë realisht. Pra, për besimtarët shpirti, edhe pse nuk është fizik, është metafizik, nuk është, po themi, thjesht metafor, por se është një realitet. Si ta besojmë, si ta përjetojmë këtë realitet dhe si ta bëjmë sa më të prekshëm në këtë muaj. Po, është vërtet që shpirti, edhe pse është metafizik, apo themi është pjesë e gajbit, e saj të padukshmes, ajo ndoshta është e vërteta më e madhe, është realiteti më i madh. Dhe nuk do kishte kuptim as jeta e njeriu sikur të ishte thjesht fiziku i tij apo mendja e tij. Shpirti është sekreti i jetës. Ajo është ajo që na tregon jetën dhe vdekjen, gjumin dhe zgjimin, dhe qoftë dhe sikur për një moment të shkputej totalisht shpirti prej trupit, njeriu do kishte vdekur, nuk është më i gjallë, është i vdekur. Prandaj, siç e përmende, nuk është metafor, ajo është një realitet, madje është realiteti më i madh. Zoti ka krijuar njeriu siç dihet, me trupin e tij, me mendjen e tij dhe intelektin e tij, po edhe me shpirtin e tij. Është një ekuilibër shumë interesant që vetëm Zoti di ta bëjë mes tyre të trejave, dhe nëse do të kemi shkputje të plot të njërës prej këtyre, jeta e njeriu nuk ka më kuptim. Siç e kuptojmë fare mirë që nëse trupi vdes dhe shkatërrohet, largohet dhe mendja dhe shpirti i tij, po ashtu nëse mendja e njeriu shkatërrohet dhe po themi bëhet jo funksionale, nuk ka vlerë më qoftë dhe fiziku i këtij njeriu, sepse themi që ky njeri bën një jetë, po themi biologjike, por mendja e tij nuk kupton. Ashtu është dhe shpirti i njeriu, kur shpirti nuk ndihet, kur nuk mbështetet dhe nuk ushqihet, njeriu bën jetë, po shumë bën jetë fizike se sa jetë reale e njerëzore. Siç e përmendë, ndoshta gjatë 11 muajve të vitit, me angazhimet e përditshme, me atë që njeriu në përgjithësi e ndjen dhimbjen e trupit, e ndjen nevojën e trupit dhe në përgjithësi i rrin në kokë trupit të tij, ai neglizhon shpirtin e tij. Mirë, po shpirti është aty, është prezent. Ajo thjesht që është prezent, po është sekreti i jetës, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Her pas here Zoti, duke ditur natyrën njerëzore, dobësitë e natyrës njerëzore dhe duke ditur që njeriu do të neglizhojë elementin shpirt, do të harrojë atë, Zoti rivendos ekuilibrat. Dhe Ramazani faktikisht vjen për të rivendosur ekuilibrat, jo për t'i shpërbërë, jo për t'i prishur. Njeriu i prish, njeriu ndoshta ja bën me hile njërës kundrejt tjetrës, por adhurimet që i ka bërë Zoti obligim, po t'i shikosh, nuk bën gjë tjetër veç se rivendosin ekuilibrat mes këtyre tre elementeve, mes elementit fizik, atij intelektual dhe atij shpirtëror. Sidomos elementi, dimensioni shpirtëror, nga që është dimensioni më i neglizhuar, më i harruar, të paktën në këtë muaj Zoti ka bërë për 29 apo 30 ditë të jepet pjesa më e madhe
e hapësirës dhe kujdesit dhe përkujdesit shpirtit. Prandaj quhet ndryshe Ramazani muaji i shpirtit, jo se trupi nuk është ekzistent, trupi është aty, mendja është aty, por është bërë një revendosje e ekuilibrave, le të themi ndryshe është vendosur drejtësia e munguar për 11 muaj. Në fakt, Ramazani është përjashtim apo vërtet kështu duhet të jetë? Pra, duhet të jetë primar shpirti, bota shpirtërore dhe shpëtimi i shpirtit të gjithë secilit. Pra, duhet të kemi një fokus gjatë gjithë vitit dhe Ramazani është ai etalon i matës ku, si më thënë, këto duhet të jenë standardet reale? E drejt. Ramazani është tamam etaloni i matës dhe është bën të mundur rivendosjen e ekuilibrave pasi janë prishur. Po faktikisht jeta e njeriut 12 muaj të vitit e ka edhe trupin e njeriut, edhe mendjen dhe shpirtin e tij. Nuk është të thënë që shpirti ngjallet vetëm në muajin e Ramazanit. Njeriu është ai që e neglizhon dhe le pasdore. Ramazani është, le ta themi, kriteri apo standardi që i mëson njeriu që ti e ke neglizhuar, e ke harruar, e ke vendosur në një qoshe aty të harruar shpirtin tënd, dhe ky muaj vjen për t'i dhënë mbështetje këtij shpirti, për t'i dhënë ushqim këtij shpirti që njeriu të kuptojë se është njeri jo vetëm me trupin e tij, është me shpirtin e tij, madje shpirti është më i rëndësishëm. Prandaj kam pas thënë përpara dietarët, o shërbëtor i trupit, sa lodhesh në shërbimin ndaj tij, a kërkon një jetë në diçka që nuk ka jetë? Thot, kthehu tek shpirti dhe plotësoj nevojat e tij. Aty ke për ta kuptuar se çfarë është jeta. Ke për ta kuptuar se sa është privuar ajo që është elementi kryesor i jetës tënde, ai kënaqësia shpirtërore, ai rahatia shpirtërore, e cila nëse realizohet, trupi i njeriu është më i edukuar, mendja e njeriu është më e kthjelluar. Nëse njeriu, siç për fat keq bën, e neglizhon ato që është esenca e jetës së tij, ato që është qiellorja dhe jo toksoria, ajo që është sekreti i jetës dhe i vdekjes, nëse e neglizhon shpirtin e tij, njeriu sado që të hajë, çado që të pijë, çfarëdo që të ketë në dorë, gjithmonë do të njeh një boshllëk. Dhe kjo është e vërtetuar. Ne mundohemi ta themi me terminologji fetare, por gjithë njerëzit e përjetojnë atë. E dinë që ka një boshllëk, ka një ngushtim brenda tyre. Nuk ju mungon asnjë gjë realisht nga gjërat materiale. Të gjitha i kanë dorë. Por feja thotë që ajo që është e varfër, ajo që është e nevojshme, që është e pangrënë dhe që është i papirë shpirti yt. Prandaj ti e ndjen këtë boshllëk, prandaj ti e ndjen këtë nevojë të madhe. Ramazani vjen dhe i vendos këto ekuilibra për të na mësuar që çdo ditë dhe çdo natë dhe çdo muaj nuk duhet të harrosh shpirtin tënd. Pra çdo ditë duhet të jetoj me Zotin, çdo ditë duhet të ushqejmë shpirtin tonë. Ndërkohë, Zoti thot në Kur'an, agjërimi është për mua dhe unë e shpërblej atë. Në vetdijen e çdo besimtari, cili duhet të jetë shpërblimi që synon dhe shpreson për këtij Zoti bujar? Do ta synoj dhe ta pres këtë shpërblim në tokë apo në qiell, në jetën e kësaj bote apo në botën tjetër? Për cilën e ka fjalën Zoti kur thot unë do shpërblej për të? Faktikisht, siç njeriu është trup, është mendje dhe shpirt, nëse do t'i analizojmë pak nga aspekti filozofik, adhurimet islame, do të gjejmë që çdo adhurim i shërben të treja këtyre dimensioneve paralelisht. Çdo adhurim që ne bëjmë i shërben trupit njeriut, i shërben mendjes së njeriut dhe i shërben shpirtit njeriut. Nuk është koha për të shpjeguar në detaje, por është e sigurt se çdo adhurim dhe çdo shpërblim që ka caktuar Zoti për adhurimet shpërblimet shkojnë një herazi tek të treja, tek trupi njeriu është shumë dimensional dhe mirësia dhe shpërblimi vjen i shumë fisht. Edhe adhurimet i shërben të gjitha këtyre dimensioneve. Por ndoshta ajo që u ndalë është e rëndësishme, pse pikërisht për agjërimin duket që ajo është më shumë për shpirtin sesa për trupin, edhe pse është për trupin, edhe për mendjen, dhe e dyta pse për të ka përcaktuar një shpërblim, le të themi, pa shifër. Sepse pjesa tjetër e hadithit kudsi, pra vazhdon thotë që njeriu shpërblehet thotë 10 deri në 700 fisht, por çdo vepër që bën, përveç agjërimit, ato e bën për mua dhe unë do t'ja shpërblej. Pra e thon ndryshe, Zoti nuk ka përcaktuar shpërblim për agjërimin, se nuk ka shpërblim që matet me shifra për të. Nuk duhet keq kuptuar ky hadith që është diçka që është enigmatike, nuk e dim. Pra njëherë du ta kuptosh që këtu bëhet fjalë që nuk ka shpërblim me shifra matematikore, është përtej matematikës, është përtej shifrave, dhe e dyta, kush ta thot këto fjalë është e rëndësishme. Kur këto fjalë ta thot Zoti që është bujari i bujarëve, ai që ka në dorë pasurinë e qiellit dhe tokës dhe e mira e tij është
e pa imagjinueshme, bujaria e tij është e pa kufishme, atëherë ky është motiv shumë i madh për të na treguar që ne agjërojmë. Është e sigurt që gjatë agjërimit ton trupi ndihet mirë dhe pastrohet, dhe tashmë besoj se mjekësia apo ata të nutricionistët të kështu me radhë, ndoshta kanë hyrë dhe në detaje më të thella se çka hyrë vetë hoxhallarët në këtë aspekt. Është e siguruar dhe është terapi për trupin. Është terapi për materien e njeriu, është largim për smundje, është rigjenerimi i gjithë qelizave të trupit njeriu. E marrim këtë dimension se kjo është i normal, e marrim dimensionin e pastrimit të trupit. Por ajo që është shumë e rëndësishme t'ia kujtoj njeriu vetes së tij është ushqimi shpirtëror. Dhe është pritja e shpërblimit të këtij agjërimi prej Zotit, edhe në këtë botë, por sidomos në botën tjetër. Nëse do t'i kufizonim shpërblimet e Zotit vetëm në këtë botë, ne do të ishim materialist, ne do të ishim shumë egoist brenda kufive të materjes. Ne do të privonim veten tonë nga pjesa më e madhe e shpërblimit, se edhe pjesa më e madhe e shpërblimit është në botën tjetër, por edhe pjesa më e madhe e dënimit është në botën tjetër. Prandaj, nëse ka, po themi, 10 shpërblime materiale, agjërimi për trupin e njeriut, për mendjen, aspektin social, atëherë janë të paimagjinueshme ato që janë në pjesën në botën e përteme, ato shpërblimet shpirtërore. Nëse shohim realitetin, po themi, nga përjetësia, duke sigur jeta e kësaj bote është iluzion dhe ai është realiteti. Ndërkohë nga këndi ku jemi tani, duket sikur kjo është realia dhe ajo është iluzivja. Duke hequr një ekuivalent me atë që shpesh ndodh me njerëzit kur shkojnë në vendet e besytnive, ata kërkojnë dhe luten shpesh për gjëra materiale të jetës së kësaj bote. Luten shpesh për halle shëndetësore, për parë mundësisht, për strehim, për fat në martesat e tyre ose të afërmit të tyre, dhe pothuajse askush nuk ka atë brengën e përjetësisë, e parajsës, e kënaqësisë së Zotit, e faljes së gjunaheve. Që të mos kthehet dhe Ramazani jon një Ramazan besytnish, nëse mund të thoja kështu. Si do ta kuptojmë drejt këtë dimension? Ajo është pra që nëse ne do ta mendonim jetën tonë thjesht ky trup, aman mos na smurët trupi, aman mos na ndodhi ndonjë smundje, aman mos kemi probleme me trupin tonë, jeta jo do të jetë fizike, materiale, shumë pa kuptim, siç po është për fat keq pjesa më e madhe pa kuptim, sepse njerëzit prandaj përmendat poezinë, a kërkon i jetë në ato që është e vdekshme. Trupi i njeriu është i vdekshëm, trupi i njeriu është i smurshëm, do smurët trupi i njeriu, do të vdesë ai, dhe do të kuptojë njeriu që i ka shërbyer diçka që nuk e ka patur aq shumë rëndësi dhe ka një limit caktuar. Ajo që mbetet me njeriu në të gjitha fazat, ajo është shpirti i tij, pra është përjetësia. Prandaj themi që shpirti është prej Zotit dhe ka përjetësi. Trupi i njeriu është krijuar nga Dheu dhe ka një limit, ka një fund të caktuar. Mirë po feja ka ruajtur ekuilibrin. Ka ruajtur ekuilibrin mes trupit dhe mes shpirtit. Nuk na mëson feja që të neglizhojmë trupin, që të ushqejmë shpirtin. Por nga ana tjetër thotë ki kujdes, mos u bëj nga ata që janë pjesë e shumicës, i shërben edhe i rrin gati pronto trupit të tyre në çdo gjë dhe nuk i shkon njëherë mendja për shpirtin e tyre. Madje ka për atyre që as e din që është shpirti brenda tyre. Jo më që ti shërben. Po ta shikojmë, siç e përmendë, botën në cilën ne jetojmë, nga bota tjetër, ajo është një hiç, dhe realisht është një hiç. Po është shumë e rëndësishme kjo botë, sepse në këtë botë e fitojmë përjetësinë. Në këtë botë e fitojmë shpëtimin dhe lumturinë e shpirtit. Prandaj ekuilibri në mes trupit tonë, mendjes edhe shpirtit, në mes atyre shpërblimeve qofshin materiale apo mbi gjitha ato që janë shpirtërore, kjo është shumë e rëndësishme. Feja ka ardhur për ta mësuar njeriu që të ruajë ekuilibrat, por për fat keq në përgjithësi njeriu e prish ekuilibrin në llogaritë shpirtit. Domethënë duke dëmtuar shpirtin, duke lënë pas dore shpirtin e tij. Kjo është arsyeja që gjithmonë urdhrat hyjnor dhe specifikisht Ramazani vjen për t'i dhënë hakun shpirtit, për të vendosur ato që unë quajta ekuilibrin që është i domosdoshëm për jetën e njeriu. Ndërkohë ne shpesh në përditshmërinë tonë harrojmë që jemi qenë të brishta, që pa një gotë ujë, pa një vakt ushqim, nuk mund të qëndrojmë dot në këmbë, nuk mund të kemi atë aktivitet dhe atë dinamizëm që shpesh në përditshmërinë tonë jo vetëm e shfaqim, por se mburremi, madje shfaqim dhe arrogancë dhe nënçmim për të tjerët. Pra ne sot shpesh shohim modele njerëzish që duke sikur të tjerët janë qenie dytësore në raport me ta, po të njëjtët janë po aq të brisht. Dhe vjen Ramazani për të na treguar këtë brishtësinë
tonë. Ndërkohë në Kur'an kemi skena të përsëritura nga ajo që do të ndodhë në ditën e gjykimit, nga gjyqi i madh ku aty çdo qenie njerëzore pavarësisht pozitës që ka patur në jetën e kësaj bote, shfaqet me dobësinë e tij reale. Përse Kurani na e përsërit në mënyrë të vazhdueshme këtë moment madhor dhe si duhet ta inkuadrojmë në agjërimin tonë që të jetë sa më i plot dhe në këtë dimension. Ajo që duhet ta ndihmojmë ne veten tonë është kjo. Ne me lehtë Zotit e kemi të garantuar shpërblimin material dhe trupor të agjërimit, sepse ai e bën këtë ndikim vetvetiu. Ai e bën vetvetiu ndikimin tek trupi i njeriu, thashë edhe kjo ndoshta është agjërimi që bën shumë njerëz, ndoshta që nuk besojnë në Zot. Nuk besojnë, por rregullisht agjërojnë, ndoshta me kushte pak edhe më ekstreme. Islami ka zgjedhur këtë agjërim i cili nuk është ekstrem, sepse nuk ka për qëllim thjesht pastrimin e trupit njeriu. Prandaj edhe po të shikosh rregullat fizike të agjërimit ton janë të kufizuara me kohën e syfyrit, me kohën e iftarit. Iftari nuk duhet shtyr, syfyri po ashtu nuk duhet ngrënë, është mirë të ha deri në momentet e fundit. Ngrënia e syfyrit që themi ne është begati, është bereqet, sepse nuk ka për obligim Ramazani thjesht të pastrojë trupin e njeriu. Ai do të vijë vetvetiu, por obligimi kryesor ose qëllimi kryesor është ushqimi i shpirtit të njeriu. Prandaj njeriu do ta kuptojë në atë botë që pas ka patur shumë më tepër nevojë të shërbejë shpirtit të tij, sepse edhe shpërblimi për këtë shpirt është shumë më i madh, por edhe dënimi për këtë shpirt është shumë më i madh. Kjo është ndoshta ajo që ne duhet ta ndihmojmë veten tonë, që ne patjetër që do t'ia shikojmë dobit fizike, materiale këtij agjërimi, por dobia shpirtërore, si do t'ia shikojmë? A do t'ia shikojmë dobit shpirtërore agjërimit? Ky agjërim a do të jetë mburoj për ne nga dënimi i Zotit, sepse siç është transmetuar, agjërimi qoftë një ditë në rrugë të Zotit, pra do të thotë kupton me duke kërkuar synuar kënaqësinë e tij, duke kërkuar shpërblimin e tij, shpërblimin e botës tjetër, jo të kësaj bote. Ai kësaj bote vjen, është e sigurt që do të vijë. Por ai thotë nëse njeriu agjëron me këtë qëllim, një ditë agjërim e largon atë 70 vite nga zjarri i xhehenemit. Atëherë, prandaj gjithmonë do të kërkojmë vetes tonë, apo e bëj agjërimin me këtë qëllim, me këtë nijet, me besim tek Zoti, duke pritur shpërblimin prej tij. Dhe shpërblimi kryesor unë synoj në botën tjetër, siç e përmenda, shpërblimi maksimal është në botën tjetër, por edhe dënimi maksimal është në botën tjetër. Është transmetuar gjithashtu që agjërimi është ndërmjetësim për njeriu. Ky agjërim që ti e ke mbajtur në këtë botë, por me këtë objektiv, me këtë nijet që ai të ruaj ty, ai të ruan ty. Siç të ruan, siç e përmend nga zjarri i xhehenemit, e ruan njeriu në varrin e tij, i bëhet dritë, i bëhet shoqërues njeriu në atë moment që ai ka nevojë për shoqërues, ka nevojë për miq. Sot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, agjërimi dhe Kurani e shoqërojnë njeriu derisa ta fusin atë në parajsën e Zotit. Nuk e lën asnjëherë vetëm, sepse edhe ti e ke mbajtur me privatësinë tënde, me sinqeritet agjërimin. Prandaj duhet ta kujtojmë gjithmonë vetes tonë që qëllimi kryesor i këtij agjërimi është kënaqësia e Zotit. Është që t'ia shikojmë shpërblimin këtij agjërimi në botën tjetër parësisht. Po e patëm këtë objektiv, do të na vijë shpërblimi i kësaj bote. Është si puna e atij njeriu i cili shkon drejt dritës së diellit, hija automatikisht do të shkojë nga pas atij. Nuk mos e kthej kokën mbrapa të shikosh apo vjen hija me ty. Ai do të vijë, është e sigurt që ka për të ardhur. Por problemi është se pjesa më e madhe nuk e shikojnë që shpërblimi maksimal është botën tjetër, po që dënimi maksimal është në botën tjetër. Të gjitha adhurimet, edhe gjithë jeta e njeriu, nëse mbaron çdo gjë me vdekje, nuk ka vlerë, nuk ka kuptim. As lumturia, po nuk ka kuptim as dhimbja, nuk ka kuptim asnjë lloj kënaqësie. Apo kur e di që njeriu që vazhdon jeta në botën tjetër, është njësoj sikur dikën ta kenë dënuar me dënim kapital dhe disa minuta më para të thonë se me çfarë shije do akullore, ajo nuk ka asnjë vlerë, nuk ka asnjë kuptim. Dhe ndërkohë në mes të xhenetit thuhet se është një derë e madhe parajse për agjëruesit, dera Rejan, ku pikërisht profeti alayhis salam thotë se kush agjëron me besim dhe me shpresë, do të shpërblehet nga Zoti me këto mirësi të pafundme, me këto begati dhe me këto për t'i nderuar këta agjërues. Ndërkohë me cilin besim dhe me cilin shpresë arrihet ky privilegj parajsor dhe hynor. Po. Është vërtet që një nga dyert e xhenetit është dera e Rejanit. Rejan do thotë dera e cila i jep të pi edhe i freskon njerëzit, sepse në Ramazani dhe agjërimi i kanë dhënë njeriu eti, i kanë dhënë njeriu uri.
e kanë privuar pjesërisht nga disa të mira materiale, por ai të gjitha këto i ka bërë për të fituar kënaqësinë e Zotit. Dhe Zoti ja shpërblen edhe materialisht në botën tjetër, pikërisht agjërimin, shpërblimin e agjërimit të tij, duke i thirrur të gjithë ata që kanë agjëruar, por me këtë kusht, imanen wa ihtisaben, me besim tek Zoti, duke pritur shpërblimin vetëm prej tij. Shpërblimi dhe besimi janë më shumë për botën tjetër, sa ajo është jeta reale e njeriu. Zoti do t'ia shpërblej atyre duke i thirrur të gjithë ata që kanë agjëruar nga dera e Rejanit, dhe pasi mbarojnë të gjithë agjëruesit, ajo derë mbyllet dhe nuk hyn më askush tjetër në atë derë. E kjo është për t'i treguar njeriu që shpërblimi real i kësaj pune që po bën është për Zotin. Prandaj mundohu t'ja marrësh kënaqësinë këtij agjërimi duke synuar kënaqësinë e Zotit, shpërblimin prej tij, që ai të ruaj dhe të të mbrojë dhe t'ja shikosh shpërblimin kësaj vepre maksimalisht në botën tjetër, se ajo pjesa e kësaj bote do të vijë, mos ja ke frikën asaj. Shëndeti, po themi, rahatia, qetësia, këto i sjell agjërimi. Por qëllimi kryesor është të gjitha të bëhet me besim tek Zoti, duke shpritur shpërblimin e tij. Dhe pjesa thash më të madhe e shpërblimit, njeriu nuk duhet ta presë në këtë botë, edhe pse ajo do të vijë, por duhet ta presë për botën tjetër. Dhe duke cituar sërish një ajet kuranor, Zoti thot në surën Haka, hani e pini shijshëm për atë që keni përgatitur në ditët e kaluara. Dhe në dynja shpesh ngrënia shoqërohet me frikën se mos po mbaron, me mundin për t'u gatuar, me pasohet që shpesh mund të sjellë. Ndërkohë ushqimi dhe pija në xhenet është përtej asaj që mund të imagjinoj, po themi, njeriu. A do të thotë se ky ajet është një tull i cili na fton që Ramazanin ton ta shohim si një tull e vendosur në ahiretin ton, dhe jo thjesht një përsëritje ciklike e cila vjen çdo 12 muaj, por është një mundësi tjetër, një mundësi e re, një mundësi më tepër. Faktikisht të gjithë jeta e njeriu, të gjitha adhurimet e njeriu nuk janë gjë tjetër veç se një mundësi për të ndërtuar, po themi, këto tulla dhe këto gur, për të ndërtuar ne me punët tona, por me mëshirën e Zotit shtëpitë tona në xhennet. Prandaj po të shikosh shpërblimet që ka sqaruar profeti Muhammed alayhis salam, kush thot këtë fjalë, thot i mbillet çdo ditë një pemë në xhennet. Kush e bën këto, thot i ndërtohet një shtëpi në xhennet. Ideja është që jeta reale është atje. Dhe Zoti ka sjellë në këtë botë që ti të tregosh sinqeritet, seriozitet, edhe thosh, o Zot, un po mundohem ta ndërtoj shtëpinë time. Un po mundohem ta fitoj përjetësinë time. Por punët e mia janë të kufizuara, ama un jam shumë serioz dhe jam i sinqert në këtë punë që po bëj. Pjesa që mbetet është mëshira jote. Jo vetëm për agjërimin. Të gjitha punët pa përjashtim, po të shikosh, të gjitha e lidhin shpërblimin me botën tjetër, sepse siç thotë Zoti, ajo është jeta e vërtetë, sikur ta dinin njerëzit. Ilir, nëse njeriu ka agjëruar dhe ndoshta e ka shijuar dhe lodhen e agjërimit, çfarë lezeti dhe çfarë shije ka iftari atij njeriu? Ai ka ngrënë çdo ditë. Mirë, po ka një tjetër lezet, ka një tjetër shije iftari që po han. Kjo është treguesi, ashtu siç po e shijon iftarin pas sakrificës, ashtu ke për të parë shpërblimin e Zotit në botën tjetër. Prandaj thot profeti alayhis salam, dy janë gëzimet e agjëruesit. Njëri gëzim e merr kur han iftar, kur çel iftarin e tij, dhe gëzimin tjetër e merr kur takohet me Zotin e tij dhe shikon shpërblimin e agjërimit të tij. Kjo është shumë më e madh se sa e pari, është i pakrahasueshëm me të parin. Ndërkohë, ka përshtypjen se nëse agjërimin Ramazanin e kufizojmë vetëm brenda kufive të jetës kësaj bote, ai është më i madh dhe prandaj shpesh na mjafton Ramazani se qoftë një pjesë prej tij, madje na tepron nga begatia dhe mirësia që ka. Por nëse e lidhim me këtë që ju shpjegua deri tani, me ahiretin, me kënaqësinë e pafundme të Zotit, me shpërblimet, me xhenetin, me derën Rejan, duket sikur njeriu është i jetur që jo vetëm ta agjëroj, por se vetë të lexoj Kur'an, dhe të jap sadaka, dhe të fal namazin. Pra këtu fillon tashmë një etje që edhe shijohet ashtu si shpesh e shijojmë në këto ditë. Po. Prandaj agjërimi, edhe pse fizikisht, materialisht është privim. Privimi i njeriu, po themi, nga ngrënia, pija e tij, dëshirat e tij në kohë të caktuara, por nëse do ta kuptonim dimensionin shpirtëror, do shikojmë që ai është çlirim, nuk është privim për njeriu. Është rast i jashtëzakonshëm. E dyta, nëse Ramazanin këtë muaj të madh do ta kufizoni vetëm me agjërim, do të ngelet shumë i mangët. Atmosfera e Ramazanit do të ngelet shumë, thjesht privohem, nuk ha dhe nuk pi.
por nëse do ta shihnim ato tamam si puna një baçe në cilën ka lule nga më të bukurat, ka era nga më të bukurat, ka agjerim, ka lexim Kurani, ka punë të mira, ka buzëqeshje, ka dhënje lëmoshe, ka ti shkosh vizit dikujt, ti thuash dikujt një fjalë të mirë, do ta shikonim që ajo është pranvere jashtëzakonshme. Atëherë do kishte lezet dhe agjerimi. Prandaj mendoj që objektivi ynë si besimtar dhe si agjerues është të mos e privojmë veten tonë në këtë muaj thjesht me agjerimin ton fizik, por ta kalojmë ato në nivelin tonë, në nivelin e agjerimit shpirtëror. Prandaj dietarët ka thonë, shpirti duhet të ndjejë lezetën e agjerimit, mendja duhet të ndjejë lezetën e agjerimit. E brendshmja e njeriu, sa aty do të pasurohet njeriu, aty do të kënaqet dhe do të lirohet njeriu, edhe e dyta është të mos e kufizojmë këtë muaj të madh thjesht me agjerim, por të mbjellim për çdo ditë dhe për çdo natë nga një filiz, nga një pemë, apo siç e përmendë ti të ndërtojmë nga një tull në atë shtëpinë tonë në xhenetin e Zotit, edhe mundësia për të ndërtuar është shumë, sidomos në muajin Ramazan ka shumë mundësi për të ndërtuar shtëpitë tona në parajsën e Zotit. Profesor, të falenderoj shumë për këto shpjegime, për këto inkurajime, e lut Zotin që këto fjalë të jenë reflektim për ne që e dëgjuam dhe ishim prezent, po dhe për gjithë teleshikuesit tanë kudo që ndodhen. Amin, faleminderit shumë. Mirë miq, ishim me profesor Ferit Pikun dhe folu pikërisht për agjërimin në dy dimensionet e tij madhore. Në dimensionin toksor, i cili është i pashmangshëm, nuk ka njeri që nuk agjeron, madje shpesh dhe ata të cilët ndoshta besimin e kanë të luhatshëm, kur agjerojnë e kuptojnë se ky muaj është i begat dhe është i pashmangshëm mirësia e këtij muaji. Po ndërkohë, profesori vuri theksin se do të jemi më synues dhe më ambicioz, do të jemi ashtu siç Zoti e përshkruan në Kur'an, për ata që synojnë kënaqësinë e Zotit, kthimin tek ai faqebardh dhe xhenetet e tij të larta. Ju falenderoj që qëndruat me ne dhe mirë takofshim nesër me një tjetër të ftuar me një tjetër temë.